Adhurimi i Davut a.s. Adhurimi i posaçëm. Namazi i natës i veçantë ka qenë i Davut a.s. Agjërimi i tij ka qenë i veçantë. I veçantë, që shofon natën, që ka agjëru ditën. Nuk ka agjërim si agjërimi i Davut a.s. Një ditë ka agjëru, një ditë ka hongër. Një ditë ka agjëru, një ditë ka hongër. Kjo është agjërimi më i vështirë. Më i vështirë agjërimi është kjo. Pse? Dikush thotë po një ditë po një ditë jo. Jo që një ditë po një ditë jo. Se kajnë më lehtë është më agjëru një muaj rresht. Se një ditë po një ditë jo. Se tamam mësosh me gjinu e prish. Tamam mësosh me prish në gjina. Këtu lëvizje me vetën shumë sira. Nuk e të leta. Se ti në gjënë një muaj e ke pa Ramazan. 2 ditë për para, 2 ditë i ki, 3 ditë bisa të sistem. Tani, kur vjen ka funit ush në gjinu me dhe javë sa të dush. Se trupi është mësu në sistem. Ama një ditë në gjina, tani prishe. Tamam mësosh me prish, hajtë në gjina. Tamam vështirë është. Andaj ka agjërim më të vështirë ka pas Davudi a.s. Pejgamberi Allahut në adorim. Dhe në aspektin e zemrës, në aspektin e gjuhës, në aspektin e jashtëm sukreseka të sejdës, të agjërimit, të sadakas i ke pas shembuj më të mirë. Prandaj edhe Allahu xhallahu ala i tha pejgamberit sa këta janë ata që Allahu ka udhëzuar ndaj ndiqja udhëzimin e tyre.